Dashur shikues, këtë të shtunë po e fillojmë me një bisedë në studio, me një emër shumë të përfolur tash e sa muaj, personazhin, këngëtarin Labinot Regja, sot bashkë me neve me intervistën e parë pas daljes së tij nga Big Brother VIP Kosova. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që gjete kohë sot jesh me ne. Mirë që gjeta, edhe që kam pas shumë kërkesa për shumë televizione, po më keni dhënë rast shumë herë, domethënë me ardhë, me provu shumë klipe, edhe pa përqimin e menaxherëve të mi. Ata nuk kanë dini që kam marrë, po për respektin që kam ndaj jush, edhe erdha disa minuta ti gërshëtojmë disa fjalë bukra, edhe ato jo të bukra. Faleminderit, shumë kënaqësi e jona, si po ecin këto ditë për ty, ke arrit me marrë veten? Jo, përbes, është shumë vështirë. Unë i respektoj aq shumë gjithë ata që kanë provuar një reality show, një izolim, sepse me të vërtet meritojnë respekt. Në izolim është shumë diçka shumë e madhe. Nuk është burg, po një burgë shumë e rëndë se burgu. Sepse aty je mbyllur totale dhe ke presion psiqik, ke pagjumësi, mbi 17-18 orë, du të me qenë aktiv, nuk është e lehtë sikur jetë normale, jetë reale. Ka pas Labi para se ty ndonjë formë, themi strategjisë, apo pastaj aty brenda i presioni, ka ndryshuar gjithçka, në çfarë situata e ka gjetë Labi veten? Ata të cilën do të hinë më tutje në një format kësi formati, që bëjnë strategji nga jashtë, mund të ndihmojnë 5%, 10%, po strategjia gjithmonë formohet brenda, sepse janë karaktere të ndryshme. Kot nëse ti e bën strategji nga jashtë, po nëse nuk je shoqëri, nuk je familje, nuk je publik, përbesa shumë e rëndë. Ke pas qëllime të caktuara para se ty, cila është arsyeja fillimisht që vendose me qenë pjesë në një formati të tillë? Sigurisht, ta shikoj, ta sfidoj veten e para punës. Sigurisht ta shoh sa e rëndësishme është familja, sa e rëndësishme është shoqëria. Edhe sigurisht për vëmendje edhe për të ngritur pak emrin më shumë se që kam. Pastaj pas daljes e përmendë edhe familjen që e kemi pak ka qenë mjaft përkrahase dhe gjatë rrugtimit tënd, apo jo? Pavarësisht gjitha ndoshta gjërave që kanë mujtë me ndodhur brenda e jashtë, si i gjete pastaj familjen? Shumë mirë, domethënë respekt në maksimum. Kanë qenë, nuk e di, posaçërisht shoqëria ime e angazhuar në maksimum. Shoqëria afër, familjarët e mi, posaçërisht bashkëshortja ime, e angazhuar 24/7, edhe që është e punësuar një punë në Spitalit të Gjenevës, një punë private, do të thotë, jo për Spital Shtetit, po një kabinet, edhe ajo ka qenë e pandarshme. Menaxhmenti im prej Eraldit, Rokit, me menaxheri, Kroni, Dajko e shumë të tjerë, kanë qenë diçka shumë angazhuar për të arritur deri finale dhe për të arritur edhe fitore, pse jo. Po ja pra, ndodhi ajo që ndodhi, unë e kam fituar atë që kam dashur, e kam fituar publikun, edhe në fund e kam kuptuar edhe publiku që më kanë bërë shumë padrejtësi. Ishte dalja për juve një befasi dhe cilësuat si të padrejtë këtë pjesë. Pritët këtë eliminim dhe pse mendove, si e analizove pas të këtë pjesë të padrejtësisë? Unë them me plot bindje që Bigu ka bërë edhe shumë, domethënë, më ka bërë shumë të njohur. Unë e shoh tani jashtë që sa publiku më dojnë, sa më njohin, ata që thonë nuk i marr influencë nga Bigu është gënjeshtër, do thotë vërtet ka marrë shumë. Edhe e shoh sa po më njohin, sa po më respektojnë, sa foto, e ku ishte pyetja juaj, që ndodhi ajo, unë mendoj që në gjithë historikun e Bigut, nuk ka ndodhur brenda natës që 5 finalistë jenë, 5 të nominuarit, të njëri të shkon direkt në finale, kurse tjetri të shkon në shtëpi. Edhe ajo nuk ndodhi, domethënë ndodhi nuk ai personi i cili ishte më pak votuar, nuk ndodhi që ta ekin. Kush ishte? Sipas teje? Dolçe. Po ishte, duket që kishte mas pak të vota. Me qenë se unë kam shumë respekt për atë zonjë, e pastër, e artikuluar, e kulturuar me gjithat gjyra pozitive, mendoj.
edhe aty që nuk duhet me ndodhë si pas ligjit dhe si pas licencet që kanë nga Olanda, nga Biku, edhe tani ndodhi me njerë një zarf zi, nominimi cili të mërkurën, kur ka dalë, mu më kanë thënë që nuk është për ty. Sepse unë kam dash me dalë me njerë mërkurën, është fatkesisht vlau i madh i cili nuk e ka transferuar, po nuk ka dalë. Ajo është gabim sepse unë kam kërkuar me njerë nëse është për mu, po jo, sepse ti kur del zarzi për një person, automatikisht atë bindje apo dashni që kje për atë person, atë banor që e votojnë publiku, automatikisht bjen por nuk ka ra, do më tonë kanë vazhdu publiku me votu, edhe tani e bënën me zarzi, cili me 5 vota, që nuk ka ndodhë kjo. A e mund me ndodhë me 5 vota, por 24 orë, ose mas 3 dite me lonia fat, ata e bërën. Edhe aty më duke që kam pas vota pozitive, shumë, se u quë edhe qyteti im komplet, kam dhënë shumë për atë shtëpi, kam bërë shumë rëmuj aty, sepse ata kanë qenë në konfruzon, derisa shkova unë aty, ishin si kur me thënë thojza si bashkë i babës, bëshin, edhe kur shkova unë, sepse në një seriale ose në një film, nuk mund t'jenë gjithë pozitiv, ka dhe negativ, ka pozitiv, ka dhe luftarak, shtu që, prandaj me qenë kretë mirë, filmi nuk është interesant. E kështu që unë kam zgjedhur të loj pak negativitete. Ka qenë diçka që e ki zgjedh vetë, apo jo? E kam zgjedhë dhe e kam zgjedhë aty, por ka raste cilën e kam shfaqë dhe labinotin e vërtet. Dhe më thënë, ka 1-2 javë që kam qenë, kam këndu, kam bë kuzhinë. Kuzhinë me qenë se për ditës parë, kam qenë deri fund, pas tërtin, aqë sa kam pas edukat për familje, sa edukat nga vetja. Eshtu që... Po, një rast ku ke reagu ka qenë edhe për Albën, apo jo, e keni cilësu vetën edhe Albën dy ndër personazhet që kam bë shumë për aqë shtëpi, kam bë shumë për aqë shtëpi. Aty që janë, edhe ata që kam dalë ditën e parë, unë me dojë gjithë kam bë diçka. Kam bë sepse pa njeri tjetrit nuk ishte qenë interesant aty, do më të shdo kush ka diçka, por Alba ka qenë një lojtare shumë e forte, Alba ka qenë një lojtare do shta në publik jashtë ka u pasi zhur magji shumë, po me të vërtet shumë artikulume, shumë loj, emocion, argetim, edhe shumë gjërat bukra, edhe tash me qenë se me atë kafen që ja sodhi Ludos, edhe që Ludo ka inë mas 4-5 jave, që ja sodhi një kafe me kryp, unë jam aj që të e Ludo, o ky shejtani, që tash dhe gjo, ti si nuse, ja ki pru Londrit, kafe me kryp, do të thot, ju po përqeni, ti për përqen Ludo, edhe unë e bërë se kishim nevoj për Albën, një koalicion, një grup me bo, me qenë se grupin e ka formu Toni, do më të një javë, 2 javë për para se me ardhë Ludo, edhe tani Edi, bashkarisht me Edin, bashkarisht me Albën, Benita ishte edhe ndej e këndej, unë e isha vetë, do më të 18 veta kundër qitve, po kisha nevoj aliansë, sepse aty vërtet pa aliansë nuk mundesh me ecë. Është e pa mundur. Edhe në vazhdim, Ludo e përfitoj ato gjërat bukra edhe sigurisht që na shfrytëzoi pak. Edhe ne e kena shfrytëzu, pozitiv, po unë mendoj që Ludo ka dhënë shumë aty dhe inshallah fitore. Ke ndryshu mendim për Ludon pas i dole? Falë? Ke ndryshu mendim për Ludon? Jo, ne kam mik shok edhe gjitha që kemi bërë, edhe që kemi bërë konfrontime që kemi pas, ka qenë këtë real, do më thonë, ka qenë këtë reale, nuk ka qenë diçka fake, ose si ata që kanë bërë, ka disa grupe që bërë që, sepse unë i kam lërë ato emra, Ardalec, kërkojnë djesë, për Labinotit, tani Treshi Përsheshi, tani ka shumë emre që i kam lënë aty. Tani shumë personazheve, mendoj banorve, edhe Ludon e kam shok, edhe kam gati vendas, u Arek Ravec është afer, edhe unë bëj tifo, edhe që unë mendoj që unë e kam merituar finale, edhe ndraime ishte që në finalet më bëjnë mundësi që të organizohet një koncert Ravec, edhe të këndoj një këngë dhe 2 këngë dhe të këthejmë përsëri në shtëpi. Edhe ta shikoj, ato t'jem vendin e dyta, vendin e parë. Edhe që kisha shumë publik, pasha zotën, ta shpesho,
sa mesazhe, sa publik jashtë edhe është pa imagjinueshme që po do të bie Khalifa. Meqense unë dhe Alba kemi meritu finale. Kush tjetër po si vetë dyve keni pa në finale? Kush se ka meritu finale është Klodi, nuk e ka meritu, edhe që strategjia treshit për sheshit është e Klodit. Gjithaj është strategjia cila ka pru për Italisë ato, po nuk i ka ecë si pas planit e ti, sepse unë jam e shkaktari që ja shkatrova, tani vazhdoj Alba, vazhdoj Ludo, bashkarisht. Edhe, po besoj që Eliona ka meritu, më falë, Eliona historia e saj, edhe unë me përleshe që patëm, unë e ngrita shumë me qenë vëmendje, edhe merit bashkë merit ka qenë Edi ka pas shumë publik jashtë, Toni shumë publik jashtë, një djalë shumë i artikulum, një strateg shumë i mirë. Edhe unë po se po, edhe Alba, po ashtu edhe lëndërimi. Do thotë këta do i cilësoje si finalist nga brenda. Kush, përveç Klodit që përmende, po? Kur kanë dalë Edi, Toni këto, unë mendoj që Eliona, lëndërimi, Labino Tregja, Alba, lëndërimi, Eliona, Alba, Labi dhe Ludo. Po Benita, çfarë mendimi ke? Jo, Benita, respekt për atë vajzë, sekret, po Benita, 2 javë të fundit ka po Benita, s'ka po asgjë. Cilën lojë mund më thua një ju që ka po Benita? Respekt për atë vajzë, po që është një vajzë shumë e pastër, kulturume, respektume, por ajo s'ka pas loja e saj ka qenë Eliona, Benita, Klodi. Eliona, Benita, Klodi. Dashuriçkat. Sot duna, s'duna, pëndami, s'duna, nuk e di, s'di që fa loj ka pas. Edhe Eliona nuk ka pas loj. Eliona me thënë loj me Klodin. Historiku dhe unë e ngrita, me thënë, përleshjet që kemi pasur, po gjithë që kam betet loj. Unë ja uroj fat, ja uroj sukses, ja uroj të kenë shëndet në radhë të parë. Nëse të kenë kam ofenduar, i kërkojnë ndjes familjarëve të tyre, edhe sigurisht që më kanë ofenduar dhe ata, edhe po ashtu edhe fizikisht. Cili ka qenë ndoshta ofendimi më i madh, qoftë me fjalë, qoftë në aspektin fizik që përmendët fizikisht? Apo kur e kam prekur, ajo ka qenë, do të thonë, gjatë natës Eliona kur gacmon, do të thonë, më preki, më gjeti një pikë dopë që unë gjumën e kam natën, do të thotë, pas tremës, pas traumave të luftës që kam, jo vetëm unë, po gjithë ata që kam përjetuar, edhe unë e natën u qova ti kishe qenë mire, nuk e di qka e thash diçka për nënën, që është e pa ndershme me prek nënën. Kur jemi tek familja, në atë format janë prek tema nga më të ndryshmet. Tu fillu prej kombit, feja, familja dhe gjithë shka tjetër. Si ka ndiku ndoshta edhe në familjen tënde pastaj jashtë gjithë edhe ajo rëmuj që u bë edhe sa i përket aspektit familjar. Dhe ato klikimet, portalet, mesazhet. Ju nuk i keni parë shumë gjëra, do më thonë, që më kanë bërë dhe mu. Po edhe njerë ju them që gjithë shka aty ka mbet loj. Më thonë, edhe mbetet loj. Për shembull, unë kam pas debatet me kushtrimi se desha me ringjall, sepse me inkuadru në loj. Por sepse ai konfruzon me sasën, edhe njerë ju them që kushtrimi është djalë shumë i mirë, shumë i artikulum, shumë këngëtar i mirë, ja uroj suksese nga zemra. Po pas daljes e kemi pa që ke qenë shumë aktiv edhe në rrjetet sociale. Po. Me komente, me shkrime të shumta, si ke reaguar, ndoshta ka qenë ai mlefi shumë i shpejt pas daljes? Sigurisht që kam qenë një atosur padrejtësisht që më bërën, sepse Labinoti ka meritu që jetë finale, të gjithë e din, me prezentimin, mas parë jam i dhëruar, kur ka ardhur gruaja ime me çështjen e fëmijut në Serbi, që është e pavërtet ajo. Ata më bërën që ditën e fundit të refimin me dal, edhe djali im, Loti djali tim, shumë ka prek ajo. Ka prek shumë edhe më erdhi shumë keq. Tani një opinioniste me të prek në karrierë që e kam bërë me shumë mundim 25 vjet, është e pandeshme, ti duhet me qenë në radhë parë, duhet me qenë aty për cilën je punësuar,
si opinioniste, nuk mund është ti me më thënë mu, por kjo mbetet ndërgjegja e saj. Ka vazhdu diçka dhe personale? Fali, po unë e di që ka personale se njerë ajo ka shajt Labino Tahirin edhe unë e kam mbrojt Labino Tahirin para 15 vjete edhe ka gjetë mdhefin me mu akmar aty, por s'ka gjë, mbetet ndërgjegja e saj, të regon e saj. Është mirë me mësua jo me këndu, se kur shkon studio as mola s'dur nuk din me këndu, nuk e them këto nga i nati, këndon playback, kur live jetën time 100 brome e kam me atë, kur live jetën time nuk e kam dëgjuar. Në Insomnia, në Rinora, kena kënduar më tërë vite, shtu që në të më të regon, në të mëson që ka është solfeggio, harmonia, kontrapunkt, edhe për ku fillon këngët e saj, qëfar këngët e saj janë, qëfar ritmi është, 4-4, 3-4, 2-4, e ta në të fletë për mu, sepse për muzikë unë kam kërë shkollën dhe kam dhënë ti për zotit. Shtu që ja uroj dhe e saj sukses, por unë e di ajo që ka arë në biga aty si pluriste edhe ajo ka arë për me marrë vëmendje dhe për me gritë famën e saj dhe me pas mbrëmje. Kur jemi të këto mbrëmjet, kanë qarkullu dhe disa fotografi... Sepse është gjina kur të ashet djalin tim aty, edhe ato fjalë shumë pandashme, po edhe njerë respektoj që më këmë për këngë të saj gjatë luftës që ka bërë, për familjen e saj, për bajnë e saj të ndjerin, ama nuk ka bërë mirë. Ka ofenduar shumë, ka ofenduar tërë qytetin tim, tërë familjen time, e posaçërisht, ajo nuk është nën, nuk ka djenjat e nënës, nuk e kupton hala, por gruaja ime në ato momente që është nën, e di si është ndjerë. Por të kish pas pak dërgjegje për gruajan time dhe për nënën time, nuk ishte thënë ato fjalë. Kanë qarkullu dhe disa fotografi sa i përket koncerteve në Zvicër. Janë të vërteta ato? Une a kam kënduar, po, të pramë të shtunën. Po dhe keni shënuar disa kontakte edhe me klube që t'janë ndaloni një farë forme opinistës të këndoj. Dhe që, kushtërimi e pashun disa deklarata, ato kur dolin deklarata, ato është për shikueshmëri, sepse unë isha bigit për amëtëm. Qysh më janë ndalu në kushtërimin? Po nuk ka shqiptar që janë ndalon një shqiptarit. Ato janë vetëm, kemi qenë loj, kemi pas inate loj pozitive, edhe ato nuk e bon Labino Tregja. Ja uroj sukses nga shpirti, nga zemra, se kushtërimi shumë djali mirë. Shumë këngëtari mirë. Ka ndonjë prej banorëve? Po, kam kërkuar që të bërë lojt, sepse nëse nuk kam lojtar, me konë me lujt aty. Futbolë nuk muj me lujt vetë. Do të me lujtar. Ka ndonjë banor që mendon që tash tutje s'do kesh asnjë kontakt me të? Jo, unë kam që me pas kontakt me gjithë. Sepse unë mendoj gjithë janë të mirë. Në çdo anë, po Klodi më ka ofenduar shumë në fund, sepse ne shqiptarët Kosovës jemi mësuar dhe kretë shqiptarë, Shqipëria s'ka mos, edhe me kanun Lek Dugaxhinit që armikun, nëse të vjen të dera, do të më jap derën. Edhe do të më ushqy, me ushqim, edhe besën e ka ai armiku deri sa e shyfet trupi i tij. Pas asaj nuk ka, por unë 30 ditë, do të 3 muaj, 85 ditë, 87 ditë kam tentu me bu buk gjithve që nuk përmendet buka, më falni. Edhe në fund mos më mallon dorën që unë i kam ndihmu shumë Klodit. Sepse me një droni që i ka ardhur lëndërimit, ai më ka dhënë një pyetje, ai thu se a mendon edhe ti në gjuhë frenge, ka qenë Benita aty, ai mendon edhe ti që publiku mendon që unë jam bërë qift me lëndërimin. Edhe të lutem, mos e më nomino. Thuj grupi ti, mos më nomino. Unë e kam ndihmu shumë atë, edhe kom dash shumë, e kom respektu shumë. Janë transmetu këto ndonjëherë, kam pa? Besoj që po, edhe kam respektu në maksimum po. Asisoj edukate, mos me dhënë dorë fund, nuk kam takuar do njerë. Varzisht qëfar do përleshje, qëfar do mendoj përleshje me fjalë që kemi pasur, acarime brenda në fund, do të me pas edukat dhe kultur t'ja e për çdo banor dorë. Mos harroni që ne me familjarët e tanë, unë me bashkëshortën time nuk kaloj as 2 orë ndoshta, jo më shumë, sepse ajo në punë, unë në angazhime, 2-3 orë gjatë ditës që takohem me grujen. Aty jemi 24 me 7. Do të 3 muaj mund t'i numëroj që janë bi 20 vjetë banim zbashku. Edhe mos më mallon dorë, unë besoj që është gabimi fatali Klodit, po është dëgjegja e tij dhe edukata e tij. Po ka diçka... Edhe që shumica e rasteve më falni,
kur kam bën namaz, i ka penguar shumë Klodit. Edhe që nuk ka dalë edhe transmetimi që shpesh, zot flasë më shumë, më mirë. Mirë, ta qëmë deri fund këtë pjesë. Jo, më mirë, jo. Është prekur ndonjëherë edhe kjo pjesa e fesë dhe kombit, ndonjëherë personalisht edhe tek ti? Kanë menduar ndonjëherë? Unë i kam thënë Klodit, ti ki ardhë domethënë çmimin edhe me çu Itali edhe çaq, domethënë. Unë kam thënë që më mirë është me fitu dikush që i lën parat këtu, edhe unë kam qenë i vetmi person që edhe kam dashur me shkruajt edhe kontratë me Bigun, nëse unë fitoj, nuk ka nevojë me dhon parën, ne ti shportojnë vetë ata. Në Humanicë. Vetëm 5% kam dashur me 5 deri 10% me dhon një fond Tali Kastrati, edhe një 5 apo 10% me qenë fondi për xhamia aty ku unë falim në xhami Deturia në Gjenevë. Të tjera ata në ti shpërdajnë. Nuk kam dashur asnjë cent. Dhe sa ke qenë brenda, ke përmend shumë shpesh familjen, bashkëshortën, fëmijët, pastaj ka pas ndonjë gjë që ndoshta të ka marrë Big Brother, sa ke qenë brenda, ndonjë krisje jashtë, qoftë në aspektin familjar, qoftë atë shoqëror. Jo, unë që kam kuptu që armiku i vetvetes, armiku nuk është shoqëria, armiku nuk është edhe dikush tjetër i vetvetes. Armiku i vetvetes është truri, sepse ne mendojmë shumë me trurin nuk i dëgjojmë zemrën. E kam kuptuar brenda që nuk duhet të lidhemi me emocione, me shoqëri, me biznis, me biznis edhe me shoqëri. Edhe e kam kuptuar që është më e rëndësishme, familja është e shenjtë. Bashkëshortja është shumë e shenjtë. Çfarë do fizionomin që e ka dhënë Zoti, ai ka të keqe apo të mire, atë duam. Gruaja është pragu dhe mendoj kulmi edhe bazamenti i shtëpisë. Ndoshta nuk ja kom ditë vlerën bashkëshortës, po tash ja di shumë. Edhe ka raste, ose emocional jam kur po më preki çdo tema, sepse kam kalu një kohë shumë gjatë pa familje. Jam bullizuar shumë nga artistët. Jam ofenduar shumë, shumë kam hekur në jetën time, edhe për kraja më originale edhe më që nuk ja kom ditë vlerën, ka qenë bashkëshortës time. Ka qenë një person që e keni pas gjithmonë afër. Keni gjithmonë, ju kemi pa kohë të fundi sa flisni për bashkëshortën, emocionojeni, ja? Sigurisht që edhe brenda kam kuptu që shumë gabime kam bu me bashkëshortën time. Gabim jo diçka që kam ecur me diken tjetër apo të rallë ti. Po kohën që nuk ja kom kushtu asaj. Tash sa po ke kohë që t'jeni së bashku, po mundosh me i kompenzu ndoshta ato kohë që t'kanë mungu, dhe ke reflektu në një formë, apo jo në këtë pjesë? Patjetër. Falni. Ke pas pasaj me njëherë një lloj përkrahje edhe për vazhdimin pas daljes nga Big Brother, nga bashkëshortja, ato komentet e para, i përqafimi i parë, se të ishën ato komentet e saj? Vazhdoj ende të përkrahë në atë drejtim. Ka diçka që kështë e bo ndryshe? Patjetër, sepse shoqëria vërtet është edhe atër kur je mirë, por kur je keq. Edhe posaçërisht nga shoqëria nuk më i ti cek jamra, se s'kam të drejt, cilën si kam besuar, edhe me të vërtet. Tani jam menaxhim nga ata, ka Kroni, ka Heraldi, edhe me pseudonim me iniciale, B, nuk më i ma shumë, dhe kam përkraje maksimale që unë si kam pas shok, po tu këndu në nejet të tyre në brëmje i kam bo shok dhe vërtet që kur kam qenë brenda 3 muaj, e kam përkra shumë bashkëshortën time edhe rrugtimin tim në Big. Unë ju garantoj që me atë publik që kom pas, me atë shoqëri dhe me atë përkraje, po jo finale dhe fitore kisha fitu. Tregove edhe për pjesën
e komunikimit me banorët tjerë, me ata që pas ke kriju shoqëri, po me babajnë e Elionës, ke pas kontakt pas daljes? Jo, as pak, në më thonë, betet ajo, unë edhe njerë ja uroj gjithve fitorën, ata të cilën kanë dëshirë, sepse gjithë kush ka pas dëshirë, kush ka inë aty, po unë betëm të ajo fjalla ime dhe nuk i të reki, që kam thënë gjatë intervistove tjera, edhe gjatë rrugtimin tim nëse jam kumgullës shumë, kur e them një fjallë dhe mbaj. Dhe më thënë, me lojtar betet aty. Me atë që kam thënë, sepse a i Zot Niu e ka përqesh një qytet e cili si qytet ka dhënë shumë. Ne nuk jemi bugar, po jemi autokton shqiptar. Rahoveci me komunën e saj edhe si qytet ka pas luft i pari gjatë luftimin, kur ka fillu 17 korik 1998. Kosova gjithë ka qenë luft, po qytetet e të mëdha ka qenë lufta me bombardimin e NATO-s. Edhe ne si qytet, edhe kemi dalë edhe Rusin 3 muaj. S'ka mujt me inë si që erdhe si pache, si vazhguese, si NATO, jenë dalim, jemi punëtor, kur të ne nuk ka as fajdigji, nuk ka as gjërat përleshje, janë njerëz shumë punëtor, në ora 5 qohën, në ora 6 e keme traktora, gratë, bura, fëmijët, punojnë neshta, punojnë speca, punojnë gjitha këto, do më thënë gjithë bujqësi. Janë shumë të urtë, nuk janë persona. Edhe ajo e quajti krejt qytetin tim, Bugar të Rahovec, që është shumë dobësia shumë e madhe. Kështu që shpresoj që e të rekat fjalën dhe kërkon falje. Sa i përket a është llonues apo nuk është, ato e din gjithë, e tregoj edhe vetvetiu. Unë e them kështu. Allah dhe qoftë asaj vajzës cila e përkrah babait në saj. Aq. Edhe ja uroj fitore sepse por betëm të ajo fjalla që një personi nuk ka në historikun e bigut që një personi 18 vjeçar që ka inë në big. Një personi 18 vjeçar do të me qenë në shkollë, po jo në big. Kështu që joroj sukses, besoj që ka me pas sukses, po e shohim, edhe bia ka dhënë shumë për atë. E kur jemi te bia, ja, po e shohim edhe klipin, projektin e fundit Bomba, apo jo, me njerë pas daljes, me një projekt të ri, si u prit. E punuar muzika nga Granit Gashi, tekstin nga Kroni dhe me iniciale B, bashkarisht, sigurisht me ndimin e bashortës time që ka qenë aty, çdo send e para punës ju kërkojnë ndjes që ja nisa se ja uroj gjithë ata që agjerojnë, edhe unë që agjeroj, tani këtu është pak folet vodka, folet këto, ju lutem publik i dashur, mos ta të shkojmë të ofendime, sepse profesioni im është tjetër shka, ato që e baj besimin është tjetër shka. Ke marrë komente sa i përket? Po, pa tjetër, negative dhe pozitive. Po këtu unë nuk menaxhohem nga unë ma. Tani, menaxhmenti im i ka në dorë edhe klipin, edhe tekste, edhe gjitha. Sigurisht që ka diçka që unë, që nuk ma do në zemrën, nuk e them jo, por tash pas e kam shkruajt kontratën me menaxhmentin e ri, edhe unë vetëm jam për me këndu. Edhe për brëmje ose darsma, cilën janë të shumëta, ku me këndu. Nuk baret për me e tani. Sa e përket besimit, unë jam një namazli i rregull, besoj në Zot shumë, i kam 5 shtyllet e islamit pa tjetër, i respektoj gjitha besimet, nuk pengon kam qenë dhe kish për shenjë respektit që kam shok besimit katolik, edhe por sa e përket profesionin tim, unë nuk varet kjo për me, tani varet prej menaxhmentit tim. Koncertet e radhës tani do t'jesh aktiv, apo jo? Kanë fillu veç datat? Pasi sot është e shtune, edhe kjo është po transmetohet tani, unë sot bas pak jam në diskotekën ose bar Lounge Nova, edhe ju mi presë gjithve me ardhë sonte. Edhe Bolero jam me kontratë. Më të Bolero dhe Nova jam me kontratë, shdo pramë të shtune. Në Angli, në piano bar këndoj shumë, tarifi, në Amerikë kam ftesa shumë, por nuk muj me shku moment. Dars ma verës me bandin tim jam shumë i kërkuar. Kjo është e mirja. Preshevën e du shumë, sepse atje Bujanovës Preshevën jam dars ma non stop.
Qa them tjetër? Labi të urojmë një vit të mbarë me shumë suksese, projekte tjera, dasma, koncerte. Faleminderit shumë që gjithë sot ko me qenë pjesë e emisionit fundjavë, ishte shumë knajtësi për ne. Me një moto, mund të them me një... Pa tjetër. Qita ta burat të martuar, duan i bashorte të juaja, sepse ato janë më të vlefshme se krejt bota. Po e përshëndesim shumë edhe bashortën e Labit ka këto. Faleminderit shumë edhe njerë. Që u bota në e famshme. Faleminderit shumë knajtësi.